A e dini që një djalosh shqiptar ndali i vetëm një konvoj të tërë serb? Jo, kjo nuk është një legjendë. Është një histori e vërtetë dhe është shqiptare. Viti ishte 1999. Lufta në Kosovë kishte marrë flak. Ushtria serbe po avanconte drejt një fshati të vogël në Dukaqin. Brenda në fshat, njerëzit ishin në panik. Gra, fëmijë, pleq, të gjithë po përpiqeshin të largoheshin. Por një djalë vetëm 19 vjeç nuk pranoi të ikte. Quhej Shkëlzen Haradinaj. Ai e dinte se nëse ata hynin në fshat do të bëhej kasapan. Me vetëm një granat dore në xhep, doli përpara konvojit të blinduar serb. Ushtarët e panë, qeshën dhe e urdhëruan të dorëzohej. Por ai nuk u trem. As nuk u tërhoq. Ai e hodhi granatën në drejtim të tankut të parë. Kreu një akt që e ndali kolonën. E sakrifikoi jetën për të shpëtuar fshatin e tij. Sot, emri i Shkëlzen Haradinajt është i gdhendur në gur. Por historia e tij nuk është mësuar nëpër shkolla. E ne kemi detyrë ta tregojmë. Sepse heronjt nuk lindin në pallate. Ata lindin në fshatra të harruara. Me zemër të madhe dhe me besë shqiptare.